Ky është horoskopi për datën 31 janar 2026. Çdo pyetje ose koment mund ta lini më poshtë. Faleminderit. Dashi. 31 janari për dashin është një ditë që kërkon vetkontroll dhe maturi në vendimarrje. Energjia është e lartë që në orët e para të ditës, por nëse nuk kanalizohet drejt një qëllimi konkret, mund të kthehet në nxitim ose nervozizëm të panevojshëm. Dita ecën më mirë kur jepni vetes një strukturë të qartë dhe nuk e shpërndani vëmendjen në shumë drejtime njëkohësisht. Në planin financiar, duhet të rishikoni shpenzimet dhe të kuptoni ku po I humbisni energjitë dhe paratë. Nuk është ditë për investime, por për planifikim dhe korrigjime të vogla në afatgjat. Në çift, komunikimi do të luajë rol kyç. Nëse ka pasur tensione të vogla ditët e fundit, sot keni mundësi të qartësoni gjërat me qetësi, por duhet të shmangni tonin urdhërues. Beqarat ndihen më selektiv se zakonisht dhe nuk tërhiqen nga gjëra sipërfaqësore, por njerëz që I stimulojnë mendërisht. Nga ana e shëndetit, trupi juaj ka nevojë për lëvizje dhe jo tejkalim kufish fizik. Demi. Për Demin, 31 janari sjell një ndjesi stabiliteti të brendshëm, por edhe nevojën për rregull dhe siguri. Dita zhvillohet më mirë nëse qëndroni besnik ndaj rutinës dhe nuk lejoni faktorët e jashtëm t'ju prishin ekuilibrin emocional. Keni një qasje praktike ndaj gjithçkaje dhe kjo ju ndihmon të merrni vendimet e duhura. Financiarisht është një ditë e mirë të analizoni burimet e të ardhurave dhe të mendoni mënyra efikase se si t'i menaxhoni lekët tuaja. Mund t'ju linë një ide e dobishme për kursime ose një marrëveshje afatgjat. Në jetën në çift kërkoni siguri emocionale dhe gjeste konkrete. Është një ditë ku fjalët kanë peshë vetëm nëse I shoqëroni me veprime, kështu që shmangni premtimet e paqarta ose diskutimet rreth të njëjtës temë pas zgjidhje. Një bisedë e qetë për të ardhmen edhe për gjëra praktike forcon më tej lidhjen tuaj. Beqarët janë të përmbajtur por jo të mbyllur. Nga ana e shëndetit, jeni mirë, reagoni ndaj rregullit në ritmin tuaj. Binjakët. 31 janari për binjakët është një ditë dinamike, por që kërkon fokus. Ide ka shumë, kontakte po ashtu, por sfida kryesore është të mos shpërndaheni në drejtime të ndryshme pa përfunduar asgjë. Dita ecën më mirë nëse vendosni prioritete të qarta dhe I përmbaheni atyre. Në planin financiar mund të merrni një informacion të dobishëm ose një lajm që ju ndihmon të kuptoni një situatë ekzistuese. Nuk duhet të ndërmerrni rreziqe, por të mblidhni të dhëna dhe sqarime. Në çift komunikimi është I gjallë, por duhet shmangur ironia ose keqkuptimet. Nëse flisni hapur për atë që ndjeni, lidhja forcohet. Beqarët do të jenë tërheqës dhe social. Një njohje spontane mund të lindë përmes komunikimit online ose një bisede të papritur. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj mendore. Pushimet e shkurtra, frymëmarrja e thellë dhe shmangja mbi ngarkesës do t'ju ndihmojnë shumë. Këshilla e ditës është të zgjidhni cilësinë mbi sasinë, si në marrëdhënie ashtu dhe në angazhime. Gaforja. Për gaforrin, kjo ditë ka një ngarkesë emocionale më të thellë se zakonisht. Jeni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth dhe reagimeve të tjerëve që ndikojnë drejt për drejt në humorin tuaj. Dita shkon më mirë nëse nuk e merrni çdo gjë personalisht dhe I jepni vetes hapësirë për reflektim. Financiarisht është momenti I mirë për të rishikuar sigurinë afatgjat. Mund të mendoni për kursime ose riorganizim të buxhetit dhe një vendim të matur që lidhet me familjen. Nuk ka presion për veprime të menjëhershme, por për më shumë qartësi për gaforret. Në çift kërkoni ngrohtësi dhe mirëkuptim. Një gest I vogël, por I sinqert do të ketë më shumë vlerë se sa një debat I gjatë mbi ndjenjat. Beqarët do të ndihen nostalgjik. Një person nga e kaluara mund t'ju rikthehet në mendje, por është e rëndësishme të kuptoni pse dhe çfarë kërkoni realisht sot. Shëndeti kërkon kujdes. Pushimi, uji dhe ushqimi lehtë do t'ju ndikojnë pozitivisht. Këshilla e ditës është të dëgjoni instiktin dhe të mos merreni me ndjenja që nuk ju shërbejnë më. Luani. 31 janari jep Luanit mundësinë të rishikojë mënyrën se si po e përdor energjinë. Dita nuk është për protagonizëm, por ndikim të qetë dhe të qëndrueshëm tek të tjerët. Kur veproni me vetdije, të tjerët do t'ju ndjekin natyrshëm. Në aspektin financiar është një ditë e favorshme për të vlerësuar përpjekjet tuaja dhe për të kuptuar se ku po investoni më shumë se sa duhet. Një rregullim I vogël sot mund t'ju sjellë lehtësi në ditët në vijim. Në çift kërkoni vëmendje, por duhet edhe ta jepni atë. Një bisedë e sinqertë për pritshmëri do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet. Beqarët ndihen më selektiv dhe nuk kënaqen me interes sipërfaqësor. Sot kërkoni thellësi dhe respekt. Shëndeti lidhet me ekuilibrin mes aktivitetit dhe pushimit.
mos e mbi ngarkoni trupin për të provuar diçka të tjerëve. Këshilla e ditës është të udhëhiqni me shembull dhe jo duke imponuar mendimin tuaj. Virgjëresha. Për virgjëreshën kjo ditë sjell qartësi dhe nevojë për rregull. Mendja është e fokusuar dhe e aftë të zgjidhë detaje që të tjerët edhe i neglizhojnë. Dita ecën mirë kur ndiqni një plan realist dhe nuk kërkoni perfeksionin absolut. Financiarisht është një ditë e mirë për të sistemuar dokumente, pagesa ose për të marrë me çështje administrative. Kujdes ndaj detajeve që të keni pastaj përfitime konkrete. Në çift, komunikimi i qetë dhe i sinqert do t'ju ndihmojnë në forcimin më tej të lidhjes suaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ndan të njëjtat vlera dhe mënyrë jetese si ju. Shëndeti përmirësohet kur kujdeseni më shumë për rutinën tuaj ditore. Këshilla e ditës është të mos e kritikoni veten për çdo gjë, por të vlerësoni progresin e ngadalë që keni arritur deri sot. Peshorja. 31 janari për peshoren është një ditë reflektimi dhe balancimi. Keni nevojë për harmoni dhe qetësi, prandaj duhet të shmangni konfliktet e panevojshme. Dita ecën më mirë kur i dëgjoni të tjerët, por nuk humbisni zërin tuaj origjinal. Financiarisht është një ditë neutrale, është e përshtatshme për planifikim dhe jo për të ndërmarrë rreziqe. Një këshillë e marrë sot nga dikush tjetër mund të jetë shumë e vlefshme për financat tuaja. Në çift kërkoni barazi dhe mirëkuptim nga partneri ose partnerja, duhet të jeni të gatshëm të ofroni të njëjtën gjë që po kërkoni. Beqarët nga ana tjetër ndihen më të hapur ndaj njohjeve që lindin natyrshëm dhe pa ushtruar presion e pa nxitim. Shëndeti lidhet me ekuilibrin emocional. Këshilla e ditës për peshoren është të mos shtyjë vendime që duhet të marrë vetëm për të ruajtur një paqe falco dhe të përkohshme. Akrepi. 31 janari për akrepin është një ditë kërkuese në planin emocional dhe mendor. Nuk është një ditë sipërfaqësore, por gjithçka që ndodh ka një kuptim më të thellë dhe ju shtyn të reflektoni për zgjedhjet që keni bërë kohët e fundit. Dita ecën më mirë nëse nuk reagoni menjëherë, por merrni kohën tuaj për të analizuar situatat përpara se të flisni apo veproni. Në aspektin financiar, nuk këshillohet nxitimi. Është ditë e mirë për strategji, për të parë prapa skena dhe për të kuptuar cilat lëvizje ju kanë funksionuar dhe cilat jo. Në jetën në çift, intensiteti është i pranishëm, por duhet menaxhuar me maturi. Nëse diçka ju shqetëson, është më mirë ta shprehni hapur, pa manipulime apo heshtje të gjata. Beqarët do të ndihen të tërhequr nga persona me thellësi emocionale, sot nuk ju interesojnë lidhjet e lehta apo të përkohshme. Shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit. Trupi reagon fort ndaj emocioneve të papërpunuara, prandaj aktivitetet që ndihmojnë në shlirimin emocional janë të dobishme. Shigjetari. Për shigjetarin, 31 janari sjell nevojën për hapësirë, liri mendimi dhe perspektivë të re. Dita ka një energji që ju shtyn të shihni përtej kufive të zakonshëm dhe të mendoni për qëllime më afatgjata. Megjithatë, është e rëndësishme të mos shpërqendroheni duke neglizhuar detyrimet e përditshme. Në planin financiar, dita është e mirë për ide dhe planifikim, por jo domosdoshmërisht për veprime të menjëhershme. Një mendim i ri për të ardhmen tuaj profesionale ose projekt mund të marrë formë këto ditë, por do të kërkojë kohë për të konkretizuar. Kujdes nga optimizmi i tepruar në shpenzime. Në çift kërkoni mirëkuptim dhe liri. Nëse partneri respekton nevojën tuaj për hapësirë, lidhja do të forcohet. Beqarët nga ana tjetër janë të hapur dhe optimist. Një njohje e re mund të vijë përmes një udhëtimi, komunikimit ose një bisede spontane. Nga ana e shëndetit, energjia juaj është e mirë, por duhet kanalizuar në mënyrë të mençur në aktivitete që ju ndihmojnë emocionalisht. Bricjapi. 31 janari për Bricjapin është një ditë e orientuar drejt rezultateve dhe përgjegjësive. Jeni më të fokusuar se zakonisht dhe keni një ndjenjë të qartë të asaj që duhet bërë. Dita ecën më mirë kur ndiqni planin tuaj pa u ndikuar nga mendimet apo pritshmëritë të tjerëve. Financiarisht është një ditë e mirë për stabilitet dhe organizim. Mund të bëni përparim në një çështje që lidhet me punën, pagesat ose projektet afatgjata. Në jetën e çift kërkoni seriozitet dhe besim. Nuk keni durim për drama dhe pasiguri ose lojra emocionale, prandaj do të preferoni biseda të qarta dhe konkrete.
Beqarët ndihen selektiv dhe tërhiqen nga persona që tregojnë pjekuri dhe ambicie të ngjashme me ju. Shëndeti lidhet me lodhjen e akumuluar gjatë gjithë këtij muaji, edhe pse jeni të fortë, trupi kërkon pushim dhe rikuperim. Këshilla e ditës është të mos merrni mbi vete më shumë përgjegjësi se sa ju takojnë, edhe nëse ju ndiheni të aftë për t'i përballuar. Ujori. Për ujorin, kjo ditë sjell ide të reja dhe dëshirë për të bërë gjëra ndryshe. Mendja është aktive dhe krijuese, por është e rëndësishme që idetë të lidhen me realitetin praktik. Dita ecën më mirë kur gjeni mënyra inovative për të zgjidhur çështjet ekzistuese. Në planin financiar, mund të mendoni për burime alternative të ardhurave ose një qasje më fleksibël ndaj punës. Megjithatë, nuk është dita për rreziqe të mëdha apo eksperimente pa baza. Në çift, komunikimi i hapur dhe i sinqert do të jetë çelësi. Keni nevojë të ndiheni të kuptuar dhe të pranuar për atë që jeni në të vërtetë. Beqarët do të jenë tërheqës dhe autentik. Një njohje e re mund të lindë përmes miqësive ose rrjeteve sociale. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj një ritmi të rregullt të ditës. Bëni pushime të shkurtra dhe menaxhoni energjinë tuaj mendore. Këshilla e ditës është të ruani individualitetin, por pa u shkëputur nga realiteti. Peshqit. 31 janari për peshqit është një ditë me ndjeshmëri të lartë. Jeni të hapur ndaj emocioneve të tua dhe të tjerëve, gjë që mund të jetë një dhuratë, por edhe një sfidë nëse nuk vendosni kufi të shëndetshëm. Dita ecën më mirë kur i besoni ndjesive tuaja, por pa humbur kontaktin me realitetin praktik që ju rrethon. Financiarisht është një ditë që kërkon maturi. Mund të ndiheni të tunduar, të ndihmoni ose të sakrifikoni më shumë se ç'duhet për dikë, por është e rëndësishme të mendoni edhe për sigurinë tuaj financiare. Planifikimi i qetë do të jetë më i dobishëm se sa veprimi në bazë emocionesh. Në jetën e çift, mirëkuptimi do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Është ditë e mirë të ndani ndjenja dhe të krijoni më shumë afërsi emocionale me partnerin. Beqarët do të ndjejnë një lidhje të veçantë me dikë që i kupton në nivel të thellë shpirtëror, megjithatë duhet të hedhin hapa të ngadalë dhe të matur. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj emocionale, qetësia dhe koha për veten do të jenë thelbësore sot. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.